Flasim shpesh edhe tek faqja jon për dashurinë e Zotit, edhe me të drejtë, sepse Perëndia i Biblës është dashuri, edhe dashuria e tij është ndoshta gjëja më e rëndësishme që duhet të dish. Por a e dini që Zoti gjithashtu urren ca gjërat? Ka një listë në fjalët e urta të Biblës, pas të cilës Zoti urren 6 gjërat. Në fakt thot 6 plus 1, 7 gjërat. Është një teknikë letrare për të thënë që 7 ndoshta është më kritike. Gjëja e parë që theksohet, Zoti urren, vajni mend, syt mburravec. Zoti e urren dikë i cili është krenar dhe mburret. Sepse krenaria dhe mburrja e zhvendos fokusin nga Perëndia do vetja jonë. Krenaria e shkatron njeriu, e shkatron marrëdhënien e njeriu me Zotin dhe e shkatron thelbin e qenies tonë ashtu siç na ka krijuar Zoti. Zoti urren 7 gjërat, e para është syt mburravec.